Në zgjedhjet qendrore patin një ndërhyrje të qartë dezinformuese nga burimet e Kremlinit. Ishte kontestuar shtetësia e Kosovës dhe procesi zgjedhor. 353 artikuj dezinformues për Kosovën në analizën e përmbajtjes dezinformuese ruse ishin shumë agresive dhe drejt për drejta për të kontestuar çdo veprim të institucioneve të vendit. U shpërndan edhe përmbajtja që kriza në kuvendin e Kosovës u nis vetëm për kontestimin e zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb. Rusët në dezinformatat e tyre kanë publikuar edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Ata i shpallën jo kompetente gjykatat e Kosovës për të gjykuar krimet e luftës. Në një rast, ata përmendin që 90% e serbëve të arrestuar në Kosovë janë për krimet e luftës. Pretendim ky plotësisht i pavërtet, dezinformata e Kremlinit e akuzoi generalin Clark se në dëshminë e tij, e cila është dhënë nën betem, shpërlau luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mbi 51% e përmbajtjes për luftën në Ukrainë e përkthyer në gjuhën shqipe nuk ka burimin e informacionit. Dezinformata nuk sulmoi kundërshtarët politik, por ajo sulmoi direkt procesin zgjedhor. Narrativa e parë dezinformuese vinte nga Rusia dhe Serbia dhe synonte të shpallte zgjedhjet si të paleshme rryma imamëve radikal salafi, se zgjedhjet nuk mund të mbaheshin dhe se procesi i votimit është një proces haram. Në fillim të muajit tetor, një ekip i gazetarëve të Kallzo.com, të trajnuar për të ndjekur rrjedhën dhe burimin e dezinformatës në zgjedhje, nisën një hulumtim të gjatë për të analizuar përmbajtjen dezinformuese që kishte cakt institucionet e Kosovës dhe procesin zgjedhor, i cili do të mbahej në vendin tonë. Hulumtimi paraprak i zhvilluar për zgjedhjet e shkurtit të 2025-s kishte dokumentuar se në zgjedhjet qendrore patin një ndërhyrje të qartë dezinformuese nga burimet e Kremlinit. Brenda më pak se 5 muajsh, hulumtimi ynë zbuloi se ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe zëdhënësja e ministrisë Maria Zakharova kishin përmendur Kosovën në të paktën 32 raste. Në këto paraqitje ishte kontestuar shtetësia e Kosovës dhe procesi zgjedhor. Theksi i veçantë ishte vendosur në vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe disa vendime të gjykatave të Kosovës. Këto vendime ishin portretizuar në narrativën dezinformuese ruse si vendime kundër popullit serb dhe vendime të paleshme në raport të drejtën vendore dhe të drejtën ndërkombëtare. Studimi tregoi se kjo narrativ dezinformuese për zgjedhjet parlamentare të 2025-s ishte riprodhuar në qindra lajme në gjuhën serbe e po ashtu në gjuhën shqipe. Në situatën e Kosovës, hulumtimi tregoi se infrastruktura e Kremlinit përdori influencerët, mediat dhe kanalet me shumë ndjekës në rrjetet sociale për të shpërndarë dezinformatën propaganduese. Hulumtimet e deri tanishme e kanë të pamundur të dëshmojnë nëse kjo dezinformat u shumë fishua duke përdorur edhe profile dhe algoritmet e cilat favorizojnë këtë narrativ duke përdorur algoritmet e internetit. Pas dokumentimit të narrativës dezinformuese ruse në zgjedhjet e shkurtit të 2025-s, vendi ndërkohë është përgatitur për zgjedhjet lokale, të cilat ishin caktuar të mbaheshin në vjesht. Në ndërkohë, Kosova u trondit nga një arrestim i cili ende nuk është hetuar në tërësi. Një qytetar shqiptar u arrestua me dyshimet se kishte bashkëpunuar me shërbimin sekret serb për të publikuar informacione për kundërshtarët e listës serbe. Zakonisht, këto informacione publikoheshin për kandidatët serb të cilët do garonin në zgjedhjet lokale, e të cilët ishin një opozitë e qartë kundër partisë e cila mbështetet nga Aleksandar Vučići. Mirë po dhe për kundër arrestimeve, partia e mbështetur nga qeveria e Serbisë në fund të zgjedhjeve lokale fitoi të gjitha komunat ku serbët jetojnë më shumicë. Në ndërkohë, betejë për identifikimin e shpërndarësve direkt të mesazheve të shërbimeve sekrete vazhdoi. Gjatë vitit, disa anëtarë të shërbimit sekret të Serbisë janë burgosur në Kosovë me akuzat për spionazh dhe veprimtari të ngjashme të kësaj natyre. Identifikimi dhe denoncimi publik i dezinformatës së Kremlinit për zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025 dhe veprimet konkrete të autoriteteve në terren, të cilat edhe arrestuan njerëz
nuk ndalen ndikimi në media dhe në rrjetet sociale të burimeve të dezinformatës e cila kryesisht vjen nga Kremlini. Një gjuhë polarizuese, komentet e urrëties dhe të pavërtetat për ngjarjet kryesore në vend ishin narrativa dezinformuese e cila vazhdoi ta populloj audiencën dhe internetin gjatë kësaj kohe. Nga shtatori dhe në mesin e muajit tetor, monitoruesit e kallzo.com, të specializuar në identifikimin e dezinformatës, arritën të identifikonin 353 artikuj dezinformues për Kosovën që ishin publikuar në 4 media të kontrolluara nga Kremlini. Në hartën e identifikuar, Prim, Sputnik, Serbia. Aty janë identifikuar hiç më pak se 191 dezinformata për Kosovën. Kjo platformë ndiqet nga Russian Today, e cila ka publikuar hiç më pak se 125 artikuj të kësaj natyre. Platforma tjetër, hiç më pak e rrezikshme është ajo Pradva, e cila ka publikuar 33 artikuj dezinformues. Në tërësinë e tyre këta artikuj përmbajnë interpretime dezinformuese për ngjarjet në kohë reale në Kosovë. Mira njerëz, kryesisht lexues nga Ballkani, i lexuan këto informacione të cilat nuk kanë asnjë bazë faktike. Proceset zgjedhore janë baza e demokracisë. Proceset zgjedhore të kontestuara prodhojnë institucione jo kompetente dhe më pas edhe vendime jo legjitime të nxjerra nga këto institucione. Në analizën e përmbajtjes dezinformuese ruse, ishin shumë agresive dhe drejt për drejta për të kontestuar çdo veprim të institucioneve të vendit dhe institucioneve ndërkombëtare gjatë kohës së zgjedhjeve në Kosovë. Rusët u kujdesën që gjatë gjithë kohës të komentonin krizën në kuvendin e Kosovës mbi bazën e dezinformatës, duke ripërsëritur që kriza nuk është një dështim momental, por një karakteristikë sistematike e këtij shteti, që demonstron vetëm një paaftësi kronike për vetëqeverisje. Bashkë me këtë dezinformat, u shpërndan edhe përmbajtja që kriza në kuvendin e Kosovës u nis vetëm për kontestimin e zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb. Informacion ky po ashtu i pavërtet për të gjithë ne që e kemi ndjekur këtë situatë. Në të gjitha këto narrativa dezinformuese, gjuha e përdorur konteston aftësinë e çdo institucioni të Kosovës dhe çdo institucioni ndërkombëtar të vendosur në Kosovë për të ndërmarrë veprime të lehtëshme në raport me zgjedhjen dhe ngjarjet në Kosovë. Për më tepër, rusët në dezinformatat e tyre kanë publikuar edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Ata i shpallën jo kompetente gjykatat e Kosovës për të gjykuar krimet e luftës. Në një rast, ata përmendin që 90% e serbëve të arrestuar në Kosovë janë për krimet e luftës. Pretendim ky plotësisht i pavërtet dhe lehtë i verifikueshëm me statistikat e gjyqësorit të Kosovës. Në fushën e sigurisë, përpos panikut për incidentet ndëretnike, rusët i komentuan edhe ushtrimet e KFOR-it, të cilat ishin përgatitje për reagim në situata krizës. Ata i shpallën këto ushtrime si një reagim ndaj paradave ushtarake të fuqishit në Beograd, ndërsa raportimet më radikale lidhen me deklaratat e ish generalit amerikan Wesley Clark, të dhëna në gjykatën speciale. Në këtë situatë, dezinformata e Kremlinit e akuzoi generalin Clark se në dëshminë e tij, e cila është dhënë nën betem, shpërlau luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ato ishte kështu, ajo ishte realizuar nga individ të caktuar. Mike Jackson e lidhur. Hulumtimi dokumenton se këto dezinformata të prodhuara në gjuhën ruse dhe serbe janë shpërndarë në shumicën e gjuhëve të botës duke përdorur teknologjinë e fundit të përkthimit duke përdorur inteligjencën artificiale. Analizat e prodhuara nga platforma Picasa tregojnë që qytetarët e Kosovës gjatë këtyre viteve u informuan në masë të madhe nga platforma që janë rreth ose me bazë ruse. Për shembull, mbi 51% e përmbajtjes për luftën në Ukrainë e përkthyer në gjuhën shqipe nuk ka burimin e informacionit. Fshehja e burimit e bën për ekspertët të besojnë se këto materiale janë burime të prodhuara nga burimet e dezinformimit rus. Në ndërkohë, brenda vendit, analizat e mira postimeve dhe komente në rrjetet sociale tregojnë për një rritje të përçarjes në mes grupeve politike, etnike, një metodë ruse e ndërtimit të debatit publik.
Në rrjetet sociale, monitorimi i pikasës gjatë kohës së zgjedhjeve të fundit identifikojnë mbi 12.000 komente të cilat janë dhe kanë përmbajtje të urrëties. Platforma Pikasa rendit politikanët si Fatam Peci, Përparem Rama, Hajrullah Çeki si viktima të gjuhës së urrëties, për të cilët gjatë kësaj kohe janë prodhuar mijëra komente të urrëties në rrjetet sociale, duke përfshirë Facebookun, TikTokun, Instagramin e po ashtu rrjetin Telegram. Ndërtimi i një shteti demokratik bazohet në zgjedhjet e lira dhe të ndershme, që nga viti 1999 e deri më sot, ndërtimi i institucioneve të vendit u kontestua nga dezinformata e cila synonte në start dëmtimin e procesit demokratik zgjedhor. Përtej betejës së brendshme politike, e cila sulmon kundërshtarët politik me dezinformata dhe lajme të rreme, ndërhyrja në kontekstin e Kosovës ishte më serioze. Dezinformata nuk sulmoi kundërshtarët politik, por ajo sulmoi direkt procesin zgjedhor, duke shpallur të paligjshëm dhe jo legjitim. Fushata dezinformuese nisi qysh në vitin 2000, ku në Kosovë u shpallën zgjedhjet e para lokale. Atëko vendi u përball me dy forma dhe mesazhe direkte që synonin të shpallin zgjedhjet jo legjitime dhe të panevojshme. Narrativa e parë dezinformuese në vazhdimsi u konstatua se vinte nga Rusia dhe Serbia dhe synonte të shpallte zgjedhjet si të paligjshme e në anën tjetër. Ne kemi identifikuar edhe një element tjetër. Rryma imamëve radikal salafi nisi po ashtu të ofronte mesazhe të qarta se zgjedhjet nuk mund të mbaheshin dhe se procesi i votimit është një proces haram dhe muslimanët që jetojnë në Kosovë nuk duhet të votonin për një shtet laik, siç ishte synuar të ndërtojë Kosova në atë kohë. Mesazhet për gjatë vitit 2000 dhe 2001 ishin prodhuar kryesisht nga imam të cilët operonin në Maqedoninë e Veriut. Ata kërkonin që muslimanët të mos i njihnin zgjedhjet dhe mos pranonin të dilnin në procese të votimit.